do filloj me pjesën e kulturës, me një vendim shumë të rëndësishëm që morëm tani në mbledhjen e qeverisë, që ka të bëjë me rikonstruimin e xhamisë së Ibrit, e cila ishte djegur gjatë luftës së fundit në Kosovë. Ky vendim sot hap rrugë për hartimin dhe më vonë dhe zbatimin e këtij projekti. Dua të sqaroj që kjo nuk është një ndërtim i një xhamie. Ka të bëjë me rindërtimin e një xhamie e cila është djeg, ku qëllimi ka qenë nga regjimi gjenocidial i Serbisë, që me të gjitha format e tyre të zhdukun gjithçka që na takon ne. Jo vetëm duke i targetu qytetarët, duke i vrarë, duke i maltretu, po dhe çdo pjesë të trashëgimisë, të më thonë, që e kemi ta shkatroj. Dhe ky është një hap shumë i rëndësishëm, dhe jam e lumtur që është marrë ky vendim dhe do vazhdojmë për rikonstruimin e xhamisë së djegur, të më thonë, të Ibrit në Mitrovicën e Veriut. Gjithashtu, këto ditë e kemi pas disa vizita të rëndësishme. Sot ishim në Ferizaj, ku bashkë me kryeministrin vizituam 2 projekte tepër të rëndësishme, edhe këto pjesë të trashëgimisë tonë. Njëra ndër to, e cila është tani në fazën e dytë dhe në përfundim, është restaurimi i tërësishëm i kompleksit të Kishës Katolike në Ferizaj, Engjëlli i Rojës. Dhe bën të lumtur me pa që vetëm është në përfundim, ka qenë investim rreth 1.776 euro, të më thonë një investim i rëndësishëm dhe i madh. Edhe tek Kisha Katolike nuk është vetëm një objekt fetar, por një vend ku ka një histori të gjerë, ku ka trajtuar fatkeqësisht nxënësit tonë gjatë helmimeve, por në të njëjtën kohë ka qenë edhe vend ku edhe gjatë luftës janë strehu edhe refugjat. Kisha shënon 100 vjetorin e ekzistencës së saj, kështu që është një investim i rëndësishëm. Gjithashtu vizituam edhe teatrin e qytetit Adriana. Punimet tani kanë fillu dhe është një investim afër 1.200.000 euro. Edhe ky një projekt i rëndësishëm, është ndërtuar diku rreth vitit 1926 apo 27. Njëjtë edhe teatri shënon 100 vjetorin, të më thonë, këtë vit, dhe ka pas një nevojë të madhe, të më thonë, për një intervenim për të kriju kushtet më të mira, po natyrisht edhe për të ruajtur trashëgimin tonë. Gjithashtu, dje ishim në vizitë tek kalaja e Prizrenit, një monument i rëndësishëm në vendin tonë. Tek kalaja janë ndërmarrë disa hapa, të cilat i kanë qenë të rëndësishëm, dhe është bën një vlerësim i gjendjes së kalas në muajt mars dhe prill. Por ajo që ka qenë më urgjente, ka qenë dislokimi i rezervuarit të ujit ekzistues brenda mureve të kalas, cili ka shkaktuar disa probleme tek muri i kalas, por që të njëjtën kohë edhe si rezervuar të më thonë, nuk e ka përmbush kushtet të cilat banorët kanë pasi nevojë, të më thonë, për furnizim me ujë të pijshëm. Jam tetë mirënjohëse ndaj ministrës Rizvanolli, për shkak që kur e kemi diskutu alokimin e mjeteve që kushton diku rreth 450.000 të dislokimit, të më thonë, të rezervuarit, me ndihere kemi pas një pajtueshmëri që është tepër e rëndësishme dhe urgjente për të vepruar. Kështu që ky vendim, të më thonë, është marrë dhe shumë shpejt fillojnë edhe procedurat për të siguru, të më thonë, për ruajtjen e monumentit, po për pjesën e ndikimit masandej tek projekti i ri të rezervuarit të ri, do ja kisha
vënë fjalën ministrës, cili do të ketë ndikim drejt për drejt tek banorët e Prizrenit. Faleminderit.